Faleminderit për ftesën, mirëmëngjesi. E përmenda pak iniciativën tuaj e cila do të filloj nesër në fakt, ka paraqitje nesër mbrëma, që është Unifest. Na fol pak më shumë rreth kësaj iniciative dhe pastaj ndoshta edhe pak për organizatën tuaj. Në radhë parë po du më ju falenderoj për ftesën, edhe po du më ju përgëzuar se pjesë që sot emisionin ja pas e dediku kryesisht studentave. Unë e dim që ka vizioni vazhdimisht janë për krasa dhe të rive dhe studentave dhe i çdo herë janë dyrë të hapura që me kriju me shpallë të programe zhvillimore për ta dhe na jena falendërues vazhdimisht për ka vizioni, kështu që edhe e përgëzoj edhe herë. Ky është edicioni i parë i këtij festivali që quhet Unifest. Njëherë është në sazat vogla, pasi që kena fillu me këtë ide dhe përsynojmë që me qenë në vazhdimësi, me qenë pakës nështë vitet ashme, më kryu në sistem pakës ma tradicional, me thonë. Ideja është që mi pas një lloj podiumi ku studentat e promovojnë vetën e tyre, edhe në lidhim kontakte edhe me rajon ose me universitetet tjera, do thotë edhe në Evropë ose edhe më larg ku mund të bëu për shkëmbim të programeve, shkëmbim të studentave dhe përvojave të ndryshme. Unifest është një herë është si fidan, është në atë fazën fillestare, kena startu me tim promovu disa muzikanta në dy forma. Një është në formë të drejt për drejt, do thotë me performu në verzionin akustik, live ose që më thonë muzikë gjallë drejt për drejt. Edhe një të nko është kryu edhe në bashkëpartneritet me një platformë që quhet Artcos, janë kryu profilet të këtyre studentëve, dhe këtyre muzikantave të ri, këtyre artistave, janë kryu profile me portfolio artistike, cilat ndihmon në aspekt të digitalizimit të tyre, ndihmon që mi pas një centralizim, nëse mujmë i quajtë të këtyre artisteve të rinj që me pas punëtime të ndryshme dhe me vazhdu punën edhe me qas trekut kosovar. Si e kam pritur studentët apo artistët e rinj të iniciativë, duke qenë se në vend mungon në fakt shumë përkrahje andaj tyre me festivale dhe promovim të themi kështu? Është interesant tregu në Kosovë, sidomos aspektit të artit. Aspekti i artit, unë që shoh, nështë e më gabim, po është opinioni jam personal, ka dy ekstreme. Ja janë disa artistat që e dominojnë, do të thotë skenën, janë të artistat cilët kanë shumë potencial dhe nuk mundin me u qasë për shkak nështë janë të rinj në treg ose kanë nevojë. Nevoja vazhdimisht është e madhe dhe janë disa kanale, nëse mujmë me quajtë, që mundin me u qasë, po si studenta, si të ri, vazhdimisht ekziston ajo ndjesia që duhet dikush me përkra edhe me ja udhëzu. Është mirë prit shumë për këtyre të rive, për arsye se na me organizatën Optima, po ashtu edhe në partneritet edhe me do media, më quajtë, ose do portalet të ndryshme, do kompani të marketingut, agjencion të marketingut, e kena kriju një grup punues që po dojmë me qenë atyve me qenë që më thonë disa individa që i marrim jo në menaxhim, po se kur lehtësues edhe udhëzues të suksesit tyre, që mi hap forma të promovimit tyre, mi ndihmu do të thotë në disa sfera të si mentor në një familje. Po, pikërisht, mi qenë sikur mentor të tyre, që drejt suksesit që mi hap dyra dhe mi o lehtësu pak a shumë edhe atë fillimin e tyre vështirë që mi qas tregut. A ka pas më njëherë interesim nga qytetarët dhe studentët? Ka pas shumë. A jeni të kënaqur ju me këtë interesim ndaj tyre? Po, me njëherë ka pas shumë interesim, po për arsye se ka qenë është sazat vogla fillimisht, nuk kena po se fillimi si kësaj iniciative nuk kena dashur mi bo shumë më të madhe mi hapër të gjithë. Po synojmë që këtë vit mi hapë edhe një mundësi edhe studentëve tjerë edhe me kriju, me më thonë, larmanit fushave të artit, edhe që mi hapë, për shembull, nështë nëse ka dikush piktur ose skulptur që me bën një galeri mbrenda festivalit,
ose forma tjera, ndoshta në shfaqje teatrale ose diçka. Do të thotë do i japim një mundësi këtë vit, do i japim mundësi studentëve të tjerë që në platformat që janë bën në kuadër kësaj iniciative që mu inkuadru edhe me qenë pjesë edhe për vitin e ardhshëm, se dojmë u zhanu dhe më tepër edhe me fusha tjera. Te këta të ri tani kena përgjendje numër të vogël, janë diku 7 artista të ndryshëm. 3 janë këngëtar, e tjerë janë instrumentista. Është nëse më ndoshta do mi përmend edhe emrat. Patjetër që po, pse. Janë 2 këngëtare që janë shumë të mira. Është Greta Azizi, është Buza Havolli, edhe është një këngëtar që është Ermal Demiri. Këta do të performojnë akustik, kanë disa këngë shumë me një interpretim jashtëzakonisht shumë bukur. Po kam më përcjell për disa artistave, në gitarë është Riyad Ramadani, është Elvis Mulaj, në piano do t'jetë Gëzim Hasani, e kena edhe një kanë, është një djalë është Zejer Meja, të thëtë. Edhe unë do të ndihmoj ka pak, se edhe unë jam një farë instrumentisti, do ndihmoj pakës me tek Buza Havolli me në gitarë. Po, ma shumë si supportus i tyre, so. Shpresojmë se nuk do ta favorizosh ndoshta Bulzën më shumë, duke qenë se kam informata se është e fejuar ajo. Po, jena të fejim, ajo është pjesë organizatës edhe vetë, po që është ndryshimi mas mirë t'i fillon prej vetë vjetës. Këto e ka thonë edhe Gondi, kështu që... E the me shaka, se sigurisht talent është talent dhe duhet të përkrahet gjithmonë. Ndërkohë, unë e ceka se festivali do të mbahet nesër, por në çfarë ore dhe ku më saktësisht për gjithë ata që duan të jenë prezencë si shikues? Do të mbahet prej orës 6:30, 18:30, në sallën e Kuqe, tek Pallati i Rinis. Ftoj që të gjithë qytetarët të vinë dhe të jenë, është pa hyjje, të thotë është gratis, po najna synimi jonë është që mi promovu këta të ri, edhe përkraja ma madhe e këtyre të rije do t'jetë nëse vinë qytetarët edhe i dëgjojnë, se edhe një i motivon, edhe dyta një fjallë mirë, ose një pëlqim i qytetarëve, ka me bo që mi qenë ashta mundësi, mi dhëru mundësi në të ardhmë shumë që ftoj të gjithë qytetarët që nëse gjenë kohën, edhe di që është ditat e dashuruarve. Do shta edhe një arsye më shumë për të kaluar një mbrëmje pak më të mëshëm. Edhe ajo e ka edhe ato të vetën, edhe mas është kjo si, që më tonë, kjo simbolika kësaj dite që është për dashuri, kështu që le të shpendojmë dashuri edhe për këta të ri, edhe i mirëpresin të gjithë kush mundë me qenë. Ndërkohë ti the se vetëm këtë vit jeni fokusuar më shumë tek muzika, këngëtarët dhe muzikantët, ndërkohë që cilat mund të jenë fushat të tjera ku do të shohim këtë festival të operojë në vitet e ardhshme ose në edicionet të tjera? Po, na e kena një strategji që shpishojmë atë vizionin tonë. Na përdojmë mi dhëru studentave në fushat të ndryshme i promovu vetën. Nuk është veç arti që duhet më promovu. Na shojmë se shpesh kemi hasë masej në organizatë që punojmë kërësisht edhe me studentat të ndryshme. Kena pas që ka studentat që shkojnë në programet të ndryshme të shkëmbimit edhe janë excellent në rezultate që i dhërojnë atje. Do të në fushat të ndryshme, është teknologjia, është fushë shoqërore, apo çka do që tjetë, ose artë. Na përmëndojmë që mi pas gjdo mundësi mi ofru gjdo studenti, jo mi pas veç artin. Po arti normal që ka të pjesën artuse dhe është e manteli i festivalit, nëse që si festivalit, dhe thotë është ke pjesa kulturore. Po na dojmë kras fushave të arteve të bukra, është drama, është regjia, është film, është muzika, po muzikë klasike. Dojmë jo mundësi edhe ekspozitave të ndryshme, për shembull projekte të teknologjisë, projekte të inxhinierisë, për shembull ose arkitekturës, që me shkëlqy çdo pjesë e çdo studenti, se ka me të vërtet na punojmë që sa vjet edhe kena pas vjet par vjet kena pas projekt në 7 universitete publike të Kosovës. Jena fascinu me shka kena po, që fa punë bëhet, se në zoti nështë nuk e kanë atë vëmendje shumë universitetet, më thonë që mi publiku punën, po bëhet një punë jashtëzakonisht e madhe. Si për studentëve, po ashtu edhe për profesorëve. Për shembull, është një universitet, më mi përmend, është publik, është Universiteti i Shkencave të Aplikuara në Frejzaj, që punojnë me drojnë, punojnë me sen, me mobilje, punojnë.
Aty që kina po, tek ata student, është me të vërtet që mundi shumë mirë, që ekziston në një krenar që ka. Kështu që pse më s'pja mundësi edhe atyre studentëve ose edhe studentë tjerë në fusha tjera që mi promovu vazhdimisht projektet e tyre, mi promovu veten. Do thotë, me sa po kuptojmë, në edicionet e radhës do të kenë mundësi të rinë nga fushat e ndryshme ta promovojnë veten, ku do gjejmë pikërisht përkraje në shoqatën tuaj. Qëndrim, unë falenderoj që ishe sot me mua për gjitha këto informacione. Faleminderit shumë. Ju uroj shumë suksese me këtë iniciativë dhe me festivalin. Dhe shpresojmë që nesër pjesëmarrja e qytetarëve të jetë sa më e madhe në sallën. Faleminderit shumë për ftesën, nëse mujmi edhe përfundisht mi buj falënderim vogël. Kjo bu në partneritet edhe me organizatën Kult Club, është partneritet me do tjera, por është pjesë, është financu për Ministrisë Kulturës, edhe Drejtorisë Kulturës në Komunën e Prishtinës, që falenderoj shumë për suportin, gjithashtu edhe juve për ftesën, falenderoj shumë. Me kënaqësi.